Dhe tani, le t'i kthejmë rrëfimit të preferuar të zonjës Qitaku, ku ajo flet për patriotizmin e rrëm. Që këta po dojnë me shit Kosovën, hej, kush po dojnë me shit Kosovën? Kush? Hashim Thaçi, këta po dojnë me shit Kosovën? Këta njerëz që janë në gjendje me vdek për këtë vend? Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thotë se ideja e korrigjimit kufive me Serbinë ka qenë e tija prej fillimit. Ideja për korrigjimin e padrejësive historike duke përfshirë Medveç Bujanos me territorin e Kosovës është e imja personale, jam angazhuar edhe në procesin e Berlinit. Unë e kam prezantuar, por jo si plan të shkruar, por si ide, kaq. A ju personalisht e keni prezantuar si ide? Kujt ja prezantuat? Unë ja kam thënë edhe presidentit Vučić, ndërsa sa përket zonjës Mogherinin, diçka të tillë nuk kemi biseduar në tavolinë. Këto nuk janë etiketime, zonja Qitaku. Këto janë fakte që ju përvojnë. Po tentoni ta mohoni që keni qenë pikërisht ju gjatë mandatit tuaj si ambasadore që u përpoqet ta bindni botën perëndimore për të pranuar ndarjen e Kosovës dhe faljen e veriut ton Serbisë? Ku në një diskutim jo zyrtar, ndërkohë që unë isha duke folur me zotin Matthew Palmer, unë shpreha shqetësimin tim, të cilin akoma e kam, lidhur me konceptin e shkëmbimit të territoreve, dhe tani pikërisht shohim një foto të asaj nate për të cilën po flas, dhe po thosha se sa katastrofike do të ishte për të gjithë rajonin. Dhe ky është Kjo është një çështje që shkon përtej kufive të Kosovës dhe të Serbisë, por që do të prekte të cënonte që të gjithë Ballkanin, sepse nga diskutimi, nga biseda që po zhvillohej, kuptoja se ai e favorizonte këtë ide. Ne morëm zonja Qitaku që në atë kohë ishte ambasadorja e Kosovës në Washington dhe ishte e ftuar në konferencë, mori pjesë në këtë diskutim mes nesh. Dhe që të dyja bashkë me zonjën u programuan një takim në Këshillin e Sigurimit atë të nesërmen, ku do të bëhej një relacion i shkurtër, një përmbledhje e shkurtër e situatës të Ballkanit, duke fokusuar konkretisht në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kosovë. Dhe me ne erdhi dhe zoti Shpend Ahmeti. Prandaj më lejoni të sqaroj se në bisedën që u zhvillova atë mbrëmje me zotin Palmer, kur erdhi zonja Qitaku, zoti Ahmeti nuk ishte i pranishëm. Pra, me sa e kuptova unë nga ajo bisedë, sepse filloi të bëhej e parehatshme kur fillova të shprehja idenë time zotit Palmer dhe çfarë mendoja unë për shkëmbimin e territoreve. Zonja Qitaku u bashkua me ne dhe ajo dhe bura reagimi i saj ishte që unë nuk duhet të flisja për këtë temë në qoftë se Kosova dhe Serbia arrinin një marrëveshje. Atëherë unë nuk duhet të përfshihesha në këtë bisedë dhe nuk duhet të shprehja bindjen time lidhur me çështjen. Dhe unë u ktheva përgjigjen se, sikurse thash edhe në postimin tim, thash se nuk mund të ketë zgjidhje të cilat të prekin negativisht Bosnjë-Hercegovinën dhe gjithashtu mendoj personalisht se është një zgjidhje shkatërruese për Kosovën. Arsyeja sepse ju mund të mblidheni të gjithë bashkë. Politikan, plaçkitës, struktura të shikut, analistë të shitën dhe ambasadore të tregtisë me territore. Asnjë lavdi e rrëmes së kaluarës nuk mund t'ju shërbejë si biletë lirë për krimet e së tashmes. Faktet janë këtu, të dokumentuara dhe nga pesha atyre nuk keni asnjë vrim ku të fshiheni.